A keni menduar ndonjëherë që ne I kemi frymare të numëruara? A keni menduar ndonjëherë që e kemi të shkruar se sa frymarrje do t'i marrim? Çdo frymarrje që e thith të afron drejt vdekjes. Edhe në aspektin fetar, po edhe në aspektin biologjik. Në aspektin biologjik, frymarrjen kur e merr, aja përveç që ta ushqen organizmin me oksigjen, në anën tjetër shkakton stres oksidativ mbi qeliza, gjë që shkakton plakjen e qeliza në mënyrë graduale. Dhe këtë gjë nuk mund ta largoj askush. Në kohët e mëhershme, shkencëtarët kanë shpresuar që do të zbulojnë diçka që njeriu do të jetojë përgjithmonë. Mirë, po tani në kohën bashkëkohore është shumë e qartë që është një gjë e pamundur. Sepse për të pasur mundësi me jetu përgjithmonë, duhet që të mos marrësh frymë. Pra, frymarrjen të cilën ti e merr ka dobi për me mbetë gjallë, po në një të anë ka dëm se e shkakton plakjen e qeliza. Pra, shikoni Allahu i Madhëshëm se si e ka dizajnu këtë botë. E merr frymarrjen për shkak se ai e gjallë, mirë po në njëjtën kohë ky oksigjen shkakton plakjen tënde dhe gradualisht edhe vdekjen e qeliza. Prandaj kujtoni këtë gjë, mos harroni që do t'ju vi fundi. Do të vi koha që do ta jepni frymarrjen e fundit. Kujtoni që nuk do të jetoni përgjithmonë. Një ditë do të përfundojnë frymarrjet dhe do të dalim para Zotit tonë dhe do të pyetemi për veprat tona të cilat I kemi vepruar.